Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të lajmeve në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama akuzon protestuesit për frym fashiste, pasi sipas tij po kërcënojnë ata që nuk u bashkohen. Kryeministri thosë se tubimet po dëmtojnë sektorin e turizmit. Ankohen operatorët në Bregdetin e Durrësit dhe të Vlorës. Situata e krijuar nga protestat po na dëmton. Kemi patur anulime të rezervimeve nga të huajt. Dalin përpara gjykatës të arrestuarit e grupeve të fuqishme kriminale, trafikuan tonelata kokaine dhe investuan parat e drogës në industrinë e ndërtimit. Le të vazhdojmë gjerësisht me lajmet. Qytetarë të shumt janë mbledhur përpara kryeministrisë në ditën e 15 radhazi kundër protestës së politikave qeveritare dhe projektit në zonën e Zvërnecit. Tubimi ka nisur në qendër të kryeqytetit dhe më pas protestuesit marshuan drejt godinës së qeverisë, duke ndjekur itinerarin e protestave të mëparshme. Ata kanë vijuar me thirrjet për revolucion, ndërheqjen e kryeministrit Rama, arrestimin e tij dhe të liderit të opozitës Sali Berisha. Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje qytetare, ndërsa kërkesat kryesore mbeten rishikimi i statusit të investitorëve strategjik dhe anulimi i ndryshimeve ligjore, që sipas protestuesve cënojnë zonat e mbrojtura. Pritet që pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit të marshojnë në rrugët kryesore të kryeqytetit. Por kryeministrin Edi Rama, protestat që po mbahen prej 2 javësh kundër tij janë krijuar një frym fashiste. Ai thotë se po bullizohen dhe po kërcënohen njerëzit që nuk duan t'i bashkohen tubimit, por Rama evidenton edhe faktin që sipas tij protestat po ndikojnë negativisht në sektorin e turizmit. Edhe pse protesta është pasqyrimi i një realiteti demokratik, mbaret brenda saj edhe frym fashiste. Këtë deklaratë bëri kryeministri Edi Rama në podcastin e tij të përjavshëm Flasim, teksa thotë se kjo qasje bën protestën të rrezikshme. Është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish, apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. Sipas Ramos, pasoja më e madhe e protestës po shfaqet në turizëm. Ai thotë se turistët e huaj po anulojnë rezervimet. Nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetë ne. Në Vlorë kanë qenë rreth 95% e atyre që zotërojnë hotele, restorante, bare, që janë bashkuar protestë sensibilizuese duke kërkuar mirë kuptim që sezoni të mos dëmtohet, sepse është një dëmtim i drejt për drejt për ekonominë familjare të shumë njerëzve të lidhur me turizmin dhe është një dëmtim i drejt për drejt për ekonominë lokale dhe për ekonominë kombëtare në tërësi. 35 vjetori i Partisë Socialiste e gjeti Shqipërinë më mirë se asnjëherë, tha Rama. 35 vjet Partisë Socialiste, një kremtim i planifikuar prej kohësh që u kurorëzua me 12 qershorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjen Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Kryeministri e mbylli podcastin me një vlerësim për arsimin profesional dhe rolin e tij strategjik në punësimin e të rinjve që kërkon tregu, veçanërisht në turizëm dhe teknologji. Lideri i opozitës Sali Berisha është shprehur i bindur se protesta e të rinjve do të arrijë qëllimin duke larguar Edi Ramën nga pushteti, por kreu i PD-s ka shmangur thirrjet e vazhdueshme në protestë që kërkojnë dhe ndërshkimin e tij.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratave të kësaj të diele të kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh se protestat mund ndikojnë negativisht në turizëm. Përmes një videomesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se kjo lëvizje qytetare do të arrijë qëllimin e saj, që sipas tij është largimi i kreut të qeverisë. Ai sot në monologun e tij u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Rams, por dhe të noj agjensie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër 1 i turizmit në Shqipëri, sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët. Berisha theksoi se pjesë e protestës janë edhe shqiptarë që nuk jetojnë më në vend, pasi sipas tij janë detyruar të largohen. Në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë në dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzarë nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubullovicit 2 herë më shumë se sa serbët në Kosovë, duke përzarë vetëm hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Ndërkohë thirrjet e protestuesve, të cilët kërkojnë edhe ndëshkimin e tij, kreu i demokratëve i injoroi. Gjithashtu ai bëri thirrje kryeministrit Rama të marrë parasysh mesazhet e të rinjve, duke shtuar se sipas tij dorëheqja e kryeministrit është e vetmja mënyrë për të rritur numrin e turistëve në vend. Shqetësimin e ngritur nga kryeministri Edi Rama për ndikimin e protestave në turizëm e kanë mbështetur edhe operatorët. Ata thonë se në Durrës dhe në Vlorë ditët e fundit ka patur anulime të rezervimeve nga të huajt. Sezoni turistik në Vlorë ka nisur pozitivisht me rritje për rreth 13% gjatë muajve mars, prill dhe maj. Megjithatë, ditët e fundit operatorët turistik dhe strukturat akomoduese kanë raportuar shqetësime dhe anulime rezervimesh nga turistë të huaj. Sipas kryetarit të operatorëve turistik të Jugut, Vasil Bedinaj, turistët kanë shprehur pasiguri për shkak të zhvillimeve të fundit, duke ngritur pikpyetje për sigurinë e destinacionit. Kam marrë telefonata nga bashkëpunëtorët e mi këtu në Vlorë, pyetje, anullime nga turistët cilët kanë pronontuar për të ardhur në Shqipëri, kanë merakun se mos ngelen në Shqipëri, kanë ndodhur në lindjen e mesme, kanë merakun se ndodhet edhe këtu, pra duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse nga viti në vit kemi përmirësuar imazhin tonë, i cili nuk ka qenë, për fati tonë të keq, nuk ka qenë i mirë, por kemi arritur ta çojmë diku dhe këtu kemi arritur, na ka kap frika mos ta prekim apo mos ta çojmë pra atje ku kemi qenë. Ndërkohë, efektet e plota të situatës pritet të bëhen më të qarta gjatë javëve në vijim, kur do të shihet nëse anulimet do ndikojnë ndjeshëm në ecurinë e sezonit turistik. Me vështirësi po përballet edhe sezoni turistik në Durrës, ndërsa operatorët e turizmit shprehen të shqetësuar për ecurinë e rezervimeve. Ata thonë se situata e krijuar në vend po ndikon negativisht te turistët e huaj dhe partnerët ndërkombëtar. Edhe pse ne u kemi bërë prezent që protesta nuk ndikon fare në sigurinë e plazheve të Bregdetit shqiptar, përsëri ata janë skeptik dhe vetëm 2 javë e para nga dy tur operatorë shumë të rëndësishëm kemi një reduktim nga këto kompani gati 40% të rezervimeve që kanë bërë për këtë sezon. Kanë një mosbesim se si do shkojë situata. Normalisht ka ndikuar dhe drejt për drejt në për tkurrjen e rezervimeve. Pra rezervimet që priteshin që ishin për rezervimet last minute nuk po rezervohen. Kjo tregon që me fjalë ka një lloj stepje, sidomos nga shtetet si Gjerman, ndoshta janë më të ndjeshëm ndaj këtyre situatave. Operatorët turistik kërkojnë që të merren masa për ruajtjen e stabilitetit dhe promovimin e Shqipërisë si një destinacion i sigurt dhe në mënyrë që sezoni turistik të mos ketë pasoja të mëtejshme. Të arrestuari si pjesë e grupeve të fuqishme të drogës që investuan parat e kokainës në ndërtim u njohën sot me masat e sigurisë. 3 prej tyre u lanë në qeli, një në arresht shtëpie dhe një tjetër u lirua, ndërkohë shumë të tjerë mes tyre biznesmen të rëndësishëm janë ende në kërkim.
Burg pa afat vendosi gjykata e posaçme për 3 nga 5 personat e arrestuar të premten si pjesëtar të 2 prej organizatave më të mëdha të narkotrafikut dhe të pastrimit të parave. Kështu në qeli do të qëndrojnë Orest Sota, Orges Birçaj dhe Dritan Aga. Edmond Jaupi u vendos në izolim shtëpiak, kurse u lirua në këmbim të garancisë pasurore Gëzim Islami për shkak të problemeve shëndetësore. Masa e sigurisë ishte caktuar në orën 9 të mëngjesit për të rifilluar në orën 13, pasi avokatët e të arrestuarve kërkuan kohë të njihen me fashikujt hetimor. Të 5 dyshohen si pjesëmarrës në organizatën e përbërë nga 20 persona dhe kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin me role të ndara e të koordinuara. Kurse Ilir Shtufi, një prej njerëzve kyç në aktivitetin kriminal, u vu në pranga në Greqi ku sipas autoriteteve helene mbërriti në shtetin Fqinj vetëm disa orë pasi ndaj tij kishte dalur urdhër arresti SPAK. Autoritetet i kanë lidhur fijet përmes platformës SKCC dhe nga përgjymet telefonike ku del zbuluar organizimi i trafikut ndërkombëtar i drograve të forta, menaxhimi i laboratorëve në Amerikën Latine, transporti i ngarkesave dhe shpërndarja e kokainës në tregjet europiane. Paratë e ardhura me burim kriminal janë investuar në pasuri të paluajtshme, projekte ndërtimi dhe shoqëri tregtare, thot SPAK. Konkretisht, në zhvillimin e disa prej zonave më luksoze në vend. Skema mjaft komplekse e pastrimit të parave tregon mekanizmin se si miliona euro pastroheshin duke u injektuar në tregun e lishëm edhe përmes sistemeve informale të transferimit të parave. Nga operacioni u sekuestruan 128 milion euro, 18 vila, 336 llogari bankare, kompani, apartamente, automjete luksoze, prona në Tiranë, Palas, Jal e Himar. Një 26 vjeçare nga Struga humbi jetën në një aksident në rrugën Lin Pogradec. E reja ishte pasagjere në një makinë me targ të Maqedonisë së Veriut, e cila u përplas me një tjetër mjet. Nga aksidenti u plagosën gjithashtu 3 persona të tjerë. Një aksident i rënd ndodhi mesditën e kësaj të diele në aksin rrugor Pogradec-Lin, në zonën e njohur si Pojsk, ku një person humbi jetën dhe 3 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas informacioneve të policisë, makina tip Golf me targa të Maqedonisë së Veriut kreu një parakalim të gabuar, duke i prerë rrugën mjetit tip Benz, ku udhëtonte një familje nga Korça. Përpasoi 2 makinat u përplasën kok më kok. Nga aksidenti humbi jetën Elmedina Loga, 26 vjeç me banim në Strug, pasagjere në makinën me targat e Maqedonisë së Veriut. Në momentin e përplasjes së fortë mes 2 mjeteve, goditja më e madhe ishte pikërisht në krahun e pasagjerit ku ajo ishte ulur. Përplasja bëri që e reja të mbetet e bllokuar duke mos patur asnjë mundësi të nxirrej në momentin e parë. U deshën 15 minuta punë nga zjarrfiksit dhe policia për të prerë derën dhe mjetin dhe për ta nxjerrë fatkeqësisht pa jetë. 3 personat e tjerë mbetën të plagosur, 2 prej tyre në gjendje më të rëndë. Ata u transportuan me urgjencë në spital ku janë nën kujdesin e mjekëve. Muajt e verës shoqërohen me rritjen e nevojës për gjak, kjo për shkak të shtimit të traumave kryesisht nga aksidentet rrugore, por dhurimi në vendin ton mbetet ende në nivele të ulta. Nevojat për gjak në vendin tonë mbeten ende shumë të larta. Këtë e bëri të ditur edhe presidenti Kryqit të Kuq, i cili tha se në Shqipëri duhen rreth 60.000 qese gjaku, ndërsa aktualisht plotësohet vetëm gjysma e kësaj sasie. Plotësimi i nevojave me gjak është një sfidë, qoftë për shtetin, qoftë edhe për Kryqin e Kuq, për gjithë shoqërinë. Nuk është e mundur që një aktor të realizojë plotësimin me nevoja për gjak. Janë shtresa ndryshme të shoqërisë kryesisht talasemike, të cilët kanë nevojë për gjak në çdo 3 javë. Përveç kësaj janë edhe njerëzit me nevoja për të kryer operacione, njerëzit që pësojnë aksidente. Tash për t'ju dhënë një shifër, në vendin tonë duhet rreth 60.000 qeska gjaku. Afër të gjithë atyre realizohet. Por se që rëndësi ka që nga viti në vit ky numër sa vjen dhe rritet. Periudha kur nevoja për gjak është më e madhe është vera, kryesisht për shkak të shtimit të aksidenteve. Nevoja për gjak është gjithvjetore. Nëse do të flasim për periudhën e verës, meqense qarkullimi i themi automjetëve i njerëzve është më i madh, numri i aksidenteve është më i madh, edhe nevoja për gjak në periudhë është më e madhe. I pranishëm në aktivitetin organizuar në kuadër të ditës botërore të dhurimit të gjakut ishte edhe ambasadori i Spanjës në Shqipëri, i cili përsolli një mesazh sensibilizues.
Dhurimi i gjakut është një gest shumë i rëndësishëm dhe një akt bujarie sepse shpëton jetë. Qëllimi ynë është të nxisim dhe të promovojmë pjesëmarrje në mënyrë që sa më shumë njerëz të bëhen pjesë e kësaj iniciative. Edhe pse vitet e fundit numri i personave që dhurojnë gjak është rritur ndjeshëm, nevojat vazhdojnë të mbeten ende shumë të larta. Një 53 vjeçar u kap në flagrancë nga policia e Tiranës në tentativë për të kryer grabitje në një shtëpi në Fark. Operacioni i koduar Lugina e Errës zbuloi se i arrestuari ishte person me rekorde të theksuara kriminale në krime kundër personit dhe pronës. Uniformat blu sekuestruan armë zjarri, pistoleta e municion luftarak. Policia kanë konfirmuar se 53 vjeçari rezulton se ka realizuar vjedhje po në zonën e Farkës më datë 31 maj dhe më datë 5 qershor. Interesi të huajve për të bler prona, veçanërisht në Bregdet, është rritur shumë. Kjo sipas ekspertëve të pasurive të paluajtshme ka sjellë shtrejtimin e apartamenteve. Të huajt po blejnë gjithnjë më shumë prona në Bregdetin e Shqipërisë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë 3 muajve të parë të vitit janë investuar 175 milion euro në këtë sektor, duke bërë atë më të preferuar ndër të gjithë sektorët e ekonomisë dhe duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Kjo që blerësit të huaj real janë kryesisht në Bregdet. Janë ato që e kanë në mungesë Bregdetin në vendet e tyre, kemi çekët, polakët, gjermanët, pjesa nordike që blenë goxha në gjithë Bregdetin, mund themi që e kanë të preferuar. Kanë ndikuar mendoj edhe infrastruktura që është përmirësuar deri diku në këto zona dhe e kanë shikuar me goxha potencial, duke referuar vendet të rajonit apo vendet tjera që janë goxha më lartë se sa ne me çmimet. Prania në rritje blerësve të huaj në Bregdet po ndikon dhe në rritjen e çmimeve të apartamenteve në këto zona. Mendoj që ka pasur goxha ndikim, sepse po të shikojmë tuajt sot kanë zënë një goxha vënë në pjesën e blerjes apartamenteve, pronave në Bregdet dhe sigurisht që ne e dim që çdo kërkesë e shtuar është një çmim normalisht pak më të lartë, sepse edhe ndërtuesit përfitojnë me të drejtë. Situata krijuar ditët e fundit lidhur me protestat që nisën kundër projektit turistik në Zvërnec nuk pritet të ndikojë negativisht në interesin e të huajve për të bler prona në Bregdet, sipas ekspertëve. Tani normalisht çdo protestë apo çdo ngërsh, çdo problematik ndikon negativisht, por mendoj që kjo kategori blerësish, kjo kategori klientësh që blejnë në Shqipëri nuk janë për ato pjesë resorteve, pjesë resorteve luksoze që do ndërtohen. Nuk mendoj që do ketë ndonjë ndikim negativ, sepse nuk është se Shqipëria ka ndritur gjithmonë me çështjen politike. Megjithëse çmimet po rriten vazhdimisht, Bregdeti shqiptar vijon të mbetet më i lirë krahasuar me vendet e tjera të rajonit, sipas të dhënave të platformës Numbeo, e njohur për krahasimin e kostos së jetesës dhe çmimeve të pasurive të paluajtshme në vende të ndryshme të botës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.